Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. 72 orë pas tragjedisë në Koçan, asnjë prej të mbijetuarve nuk ka ndruar jetë. Kjo tregon për gjendjen e tyre të qëndrueshme, informoi për mediat ministri i Shëndetësisë Maqedonisë së Veriut, Arben Taravari, tha se në ditët e vijim pritet të ketë kthim të disa pacientëve që po trajtohen jashtë vendit. Mbas mbledhjes së shtabit të krizës në mëngjes, konstatuam se të gjithë pacientët fatmirësisht janë në gjendje relativisht stabile. Uroj dhe shpresoj që dal nga dal nisim disa prej këtyre pacientëve të lëshohen në shtëpi. Sot 3 apo 4 pacientë do të lëshohen në shtëpi prej qendrës klinike. Transferi i fundit do të bëhet sot. Vetëm për në Suedi 5 pacientë dhe mbas asaj nuk kemi më transfere tjera. Zyrtarisht, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë duke u trajtuar rreth 178 pacientë në institucione të ndryshme shëndetësore, prej të cilave 64 në spitale shtetërore të Maqedonisë së Veriut dhe 13 në spitalet private. Dal nga dal mund se do të mendojmë që t'i kthejmë disa pacientë. Dua t'ju informoj se djes bashkë me Ministrin për Punë Jashtme i vizituam 2 spitalet, 2 qendra, domethënë ishim në Selanik, 5 pacientë ku janë të vendosur, të gjithë në gjendje stabile. Dhe mandej ishim në Sofje, në klinikën Pirogov, ku prej 9 pacientëve 2 veç janë ekstubujt, do me thënë janë në gjendje më stabile, dhe shpresoj edhe 2, ashtu sipas mjekëve, 2 do të ekstubohen sot. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Pançe Toshkovski, shkarkon shefat, ndihmësat dhe komandantët në Shtip dhe Koçan për shkak të tragjedisë në diskotekën e Koçanit. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë shkarkuar udhëheqësi i sektorit të punëve të brendshme, ndihmës shefi i drejtorisë së punëve të brendshme, shefi i departamentit të policisë, shefi i departamentit të policisë kriminale, udhëheqësi i departamentit të punëve të brendshme në Koçan, komandanti i stacionit policor të jurisdiksionit të përgjithshëm në Koçan dhe udhëheqësi i zyrës së jashtme për çështje kriminale në Koçan. Shkaku bë zjarri në një diskotekë, e cila pasoi me 59 viktima, kryesisht të rinj. Më shumë se 200 nxënës të shkollave të mesme në orë të Maqedonisë së Veriut në sheshin e qytetit vendosën lule dhe ndezën qirinj në nderim të viktimave të tragjedisë në Koçan. Nxënësit thanë se janë të tronditur dhe ndihen të zhgënjur nga institucionet që siç thanë nuk e kanë kryer punën e tyre sa duhet në 30 vitet e fundit. Nxënësit e orët mbajtën 10 minuta heshti në nderim të viktimave, ndërkohë në urën e drurit në Strugë shfaqur tabela me mesazhin "Ne të gjithë jemi fajtor për përqafimet e mënguara". Nga ana tjetër, 2 spitalet e dializës në Strugë dhe Spitali i Përgjithshëm i qytetit organizuan aksion për mbledhjen e pajisjeve mjekësore për të ndihmuar spitalin 8 shtatorit në Shkup, ku janë dështruar disa nga të lënduarit. Pas orët protesta për ngjarjen në Koçan pati dhe në Shkup, mijëra qytetarë shprehen ngushëllimet për të rinjt që humbën tragjikisht jetën në diskotekën Puls. Përmes pankartave që mbanin në duar, ata dërguan dhe mesazhe kundër korrupsionit. Nuk do të kishte gjak nëse gjithçka do të ishte sipas ligjit, thuhet në disa nga pankartat e protestuesve. Tubimi filloi me 16 minuta heshtje për tragjedinë e 16 marsit dhe vazhdoi pa fjalime, ndërsa të pranishmit lanë lule dhe qirinj të shatërvanin në sheshin e qytetit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqipëria dhe Kosova miratojnë nivelin e 3 të tekstit mësimor për diasporën, gjuha shqipe dhe kultura shqiptare. Ministri i Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë Ogerta Manastiliu dhe Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës Arberien Agavsi nënshkruan marrëveshjen që synon të përfshijë grup moshat e klasave nga 7 deri të 9. Ky javë vijon punën e nisur miratimin e 2 niveleve të para të këtij teksti për grup moshat e klasave, nga klasa parë deri në klasën e 3 dhe nga klasa 4 deri në klasën e 6, duke konsoliduar më tej mësimin e gjuhës shqipe në diasporë. Kështu duke përmbyllur ciklin e arsimit fillor me abetaren dhe më tej edhe të arsimit mesëm të ulët, pra deri në klasat e 9-ta. Për ne ky është një tjetër hap drejt mësimit të standardizuar të gjuhës shqipe përmes këtyre teksteve të cilat janë të unifikuara, të standardizuara. Ndërsa Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës Arberien Agavsi e cilësoi bashkëpunimin mes 2 ministrive vitet e fundit të jashtëzakonshëm. Pas finalizimit të abetares së përbashkët, tekst në të cilin mësojnë popullueshët tanë në të gjitha trojët shqiptare në Kosovë, në Shqipëri, në disa komuna të Maqedonisë së Veriut, disa shkolla, e po ashtu fëmijët tanë në Mirgat. Tashmë finalizuam edhe tekstin e tretë të gjuha shqipe dhe kultura shqiptare, tekste me të cilat do të mësojnë fëmijët tanë gjithandej në Mirgat, nga klasa e parë deri në klasën e 9, duke kompletuar kështu gjithë nivelet e kurrikulës për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare.
Një tjetër ngjarje me rëndësi mes dy ministrive është Olimpiada e përbashkët Gjua Shqipe, e cila përfshin nxënësit e klasave të 9-ta të Shqipërisë dhe Kosovës. Së bashku me Kosovë, me ministrën Arbërie Nagavçin dhe gjithashtu ekipin e saj dhe ekipin e Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë, ne kemi marrë një vendim përpara takokës për të bërë për herë të parë Olimpiadën e përbashkët të Gjuhës Shqipe, Shqipëri-Kosovë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu inspektuan bazën aerore të Koçovës. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, modernizimi i forcave aerore përfshirë dhe flotën e dronëve luftarak, të cilët tashmë shërbejnë dhe për misione civile, mbetet një prioritet kyç për sigurinë kombëtare. Ministri Vengu njohu kreun e qeverisë dhe meritjen e shkallës së teknologjisë ushtarake dhe blerjeve të reja që i shërbejnë forcave të armatosura. Gjendemi në zonën e fortifikuar të depove të municionit, armatimit, raketave dhe bombave drejtuese të aviacionit, ku kemi akomoduar të gjitha municionet dhe bomba drejtuese që kanë ardhur së fundmi, së bashku me dronët kamikaz, në zbatimet e të marrëveshjes me aleatin turk, nën koloneli Buçka, nën koloneli drejton dhe skuadriljen e dronëve. Kryeministri inspektoi dhe dhoma strategjike dhe operacionale të bazës, ku informua për taktikat dhe cilësinë e pajisjes bashkëore, si kamerat termale, dronët dhe distanca e filmimit të tyre deri në 40 kilometra. Hap jashtëzakonisht të rëndësishëm për sigurinë dhe paqen në rajon, në këtë mënyrë komentoi kryeministri Albin Kurti marrëveshjen e firmosur mes qeverisë së Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë për të koordinuar veprimet ushtarake në fushën e mbrojtjes. Marrëveshja u nënshkrua një ditë më parë në Tiranë mes 3 ministrave të mbrojtjes. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë paralajmëron ndalim të prershëm për të hyrë në SBA të gjithë personave që gjenden fajtor për mashtrim me vizat. Në vendimin e qeverisë amerikane thuhet se këto politika kufizuese aplikojnë edhe për individë dhe qeveritë e huaja të cilat lehtësojnë migrimin ilegal. Qeveria e SBA-s ka nisur një përpjekje të koordinuar ndërinstitucionale për të luftuar mashtrimin dhe për të dhënë fund migrimit të palishëm. Politikat e reja të kufizimit të vizave zbatojnë për individët dhe qeveritë e huaja që lehtësojnë migrimin e palishëm, thuhet në njoftimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Pika kufitare mes Kosovës dhe Serbisë ishte pjesë e turit të vizitës së emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, së bashku me komandantin e KFOR-it Enrico Barduani. Për Sorensen është mbretëlënse të shohësh dhe të informohesh për pikat e përbashkëta të kalimit, duke shtuar se ato duhet të rifillojnë punën pa vonesa. Sorensen falenderoi dhe KFOR-in për mbështetjen logjistike. Ndalesa e tij e radhës është Beogradi. Bota. Arrestohet kryebashkiaku i Istanbulit Ekrem İmamoğlu. Prangosja erdhi në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në kuadër të një hetimi për korrupsion. Sipas mediave turke, İmamoğlu akuzohet për drejtimin e një grupi kriminal, manipulim në tendera dhe dhënie ndihme ndaj një organizate terroriste. Këshilltari i tij për mediat, Murat Ongun, konfirmoi ndalimin, por nuk dha detaje mbi arsyet e arrestimit. Përveç arrestimit të İmamoğlu, autoritetet turke kanë urdhëruar dhe arrestimin e rreth 100 të dyshuarve të tjerë, përfshirë gazetarë dhe biznesmen, në kuadër të hetimeve për korrupsion. Ministri Gjerman i Mbrojtjes akuzoi presidenti rus Vladimir Putin se po bën lojra me Ukrainën. Boris Pistorius i referohet sulmeve të Rusisë ndaj Ukrainës brenda natës. Pistorius e përshkroi gjithashtu si të papranueshëm këmbguljen e Kremlinit, se një kusht kyç për paqen do të ishte një ndërprerje plotë mbështetjes ushtarake dhe inteligjencës perëndimore për ushtrinë e Ukrainës. Vetëm disa orë pas përfundimit të bisedës telefonike Trump-Putin, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski raportoi rreth 40 dronë Shahed që sulmonin objektivat në Ukrainë, përfshirë infrastrukturën civile. Kievi raportoi në mëngjes se Rusia lëshoi raketa dhe 145 dronë gjatë natës. Kryeministri britanik Keir Starmer propozoi krijimin e një koalicioni vullnetarësh ku shtetet mund të dërgojnë trupa paqëruese në Ukrainë për ta mbështetur atë. Ndërkohë presidenti francez Emmanuel Macron theksoi se ky angazhim nuk do të përfshinte dërgimin e një force ushtarake të madhe, por disa mira trupa mund të dislokohesh në vende strategjike të Ukrainës për të ofruar trajnime dhe për të treguar mbështetje pa pasur nevojë për miratimin e Rusisë. Macron deklaroi se Rusia nuk ka të drejtë të vendosë kushte për pranimin e trupave ndërkombëtare në Ukrainë për sa kohë që ky vend kërkon asistencë. Kreu i shtëpisë së Bardh Donald Trump njofton se ka një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin për një armpushim të menjëhershëm në sektorin e energjisë dhe infrastrukturës. Synimi sipas Trump është arritja e një armpushimi të plotë dhe një fund për këtë luftë të tmerrshme mes Rusisë dhe Ukrainës. U diskutuan shumë elementë të një marrëveshje për paqe, përfshirë faktin se mijëra ushtar po humbin jetën dhe si presidenti Putin ashtu dhe presidenti Zelenski duan që kjo të marrë fund. Ky proces tani është në fuqi dhe po ecën përpara dhe shpresojmë për hir të njerëzimit ta çojmë deri në fund, shkruan Donald Trump.
Letonia rrit sigurinë kufitare në kufit me Rusinë dhe Bielorusinë. Sipas qeverisë së Letonisë, vetëm mjetet motorike do të lejojnë në 3 pikat kryesore kufitare. Qeveria theksoi se vendimi ishte përgjigje ndaj rreziqeve të paraqitura nga kërcënimet hibride dhe krizat e migracionit të lidhura me veprimet e Rusisë dhe Bielorusisë. Të dy vendet janë akuzuar për lehtësimin e lëvizjes palishëm të emigrantëve me qëllim destabilizimin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Administrata e presidentit të Shtetet të Bashkuara të Amerikës Donald Trump publikoi mira dokumente në lidhje me vrasjen e presidentit të 35 amerikan John Fitzgerald Kennedy, të shpallura me errësi të klasifikuara. Fillimisht e administrata e Joe Biden, e cila publikoi 13.000 dokumente të ndryshme. Një pjesë e tyre të publikuara të martën ishin redaktuar më parë. Presidenti Trump tha të hënën se njerëzit kanë pritur për dekada për të parë 80.000 dokumente në lidhje me vrasjen e presidentit të 35 amerikan John Fitzgerald Kennedy. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.